po përballet brezi i komunizmit me ju si gjeneratë e re, edhe gjeneratë që fesë edhe shpirtërores apo shpirtërores i ka dhënë kohje edhe më shumë njetë përparësi. Si është ndërveprimi mes këtyre brezave që i kanë këtë mendësi ndryshe? Besoj që vrejet edhe në opinionin publik ka shumë debate të tilla, pavarësisht se në sipërfaqe duket sikur nuk kanë këtë nismen, po në fakt është kjo përballje sepse të rinia sot sikur po lejnë ato mbetje që kanë ngel nga komunizmi edhe duan drejtohen më shumë të jenë shoqëri pak më të hapura edhe më të zhvilluara, qoftë mendsi, qoftë të zgjedhin vetë një përkatësi fetare apo kulturore, kështu që besoj që është e vështirë sepse ne e shohim vetë te komunikimi që kemi me prindrit tanë, çdo lloj teme që trajtohet, shpesh kemi mos përputhje në mendime dhe është shumë e vështirë edhe pse bën një debat të gjatë me ta edhe në fund prap nuk ka një rezultat. Ata janë prap në mendimin e tyre. Dhe është shumë e vështirë në fakt të ndryshojnë pas një 4 dekada e gjysmë, domethënë të arrish të ndryshojnë mendsinë e një personi. Ajo tashmë është bërmosur edhe e tillë dhe si tillë duhet ta pranojmë. Ne thjesht gjenerata e re besoj që po e bën ndryshimin në fakt. Te kjo pjesa do thotë ju jeni praktikant fetar edhe që dukeni për shembull ju në veshje vreheni që jeni besimtare muslimane. Çish pranoheni qoftë në Tiranë, qoftë në Tropoj, qoftë në vende tjera, edhe çish shiheni a vrehet, a ndjehet ndonjë paragjykim ose mendim ose diçka pozitive ose se ndonjëherë njerëzit e krijojnë edhe atë përshtypjen që je me shami dhe je shumë njeri mirë. Po. Është paragjykim me dy pozitiv një farë. Është pozitiv, shpesh mund të jetë edhe keq për ty se nuk mund bëhet fakt nuk mund dalsh një konkluzion të tillë. Por që më përpara bëhet fjalë para 10 vitesh kur unë e kam vendosur shamin diku rreth 10 vitesh, nga që e kisha gjithmonë mendimin si po më shohin tjerët në fillimet e mia edhe kam vënë re që kishte një sy që shifte çuditshëm, po dikush që habitej me veshjen tënde, me paraqitjen, por që me kalimin e viteve kur ti e brendson shamin e ke tënde në çdo veshje si çdo veshje tjetër, thjesht ti don tregosh diçka tjetër me veshjen tënde, nuk e kam pas fokusin tek njerëzit se çfarë po mendojnë edhe si po shikohesh, në ato momente që arrin këtë shikon që me të vërtetë nuk ka, të duket sikur nuk ka, ndoshta ato edhe mund të ekzistojnë, por që është bërë goxha ndryshe, mendoj, nuk është si më përpara.